i takon sistemi drejtësisë merret me këto. Po ka dhe ca situata tjera ku ka dhe ca përgjegjësi që me të vërtetë s'ke shkel në ligj. Po ka dhe ca përgjegjësi morale. Vota është dhe moral, është dhe emocion. Pra në momentin që ti shkon dhe të ndodhin situata të tilla katastrofike dhe të ndodhin në mënyrë të vazhdueshme, po është dhe pa aftësi kjo. Se ne vetë kemi një kryeministër që na thot, zëvendës kryeministrat e mi kanë hëngër kumbulla e dardha mbas shpatullave. Ministrat më kanë hëngër kumbulla e dardha mbas shpatullave. Deputetët më kanë hëngër kumbulla e dardha. Kryetarët e bashkive më kanë hëngër kumbulla e dardha mbas shpatullave. Gjithë bashkëpunëtorët më të ngushtit pas kanë hëngër kumbulla mbas shpatullave të tij. Po minimalisht që ke i paftë. Pra do provohet që ky është fajtor, do provohet nga sistemi i drejtësisë, do doj kohën e vet. Ndërkohë, neve mund të themi fare mirë që i paftë qen ka ama. Nëse të gjithë ta hidhkan, po ja themi gjithë ditën, po kjo si jep një zgjidhje situatës gjithsesi. Pra ky është problemi dhe ne kemi interes që të kuptojmë që neve sy duhet i kemi drejt zgjidhjes, se ne gjërat i dim tashmë. Me denoncimet bravo i qoftë kush ka denoncuar, po me denoncime shumë qartë është vënë sy të gjithëve që s'ka njëri dyshim që Edi Rama vjet, që Belina Balluku ka vjet, që Jon Veliaj ka vjet, që shumë tjerë kanë vjet në kurrizat tona. Dhe këto e kanë realizuar denoncimet. Sistemet e drejtësisë pastaj tani do merren me përgjegjësitë përkatëse.